Aktualisht, qyteti i Tetovës furnizohet me 450 litra ujë në sekond. Kjo sasi, sipas autoriteteve komunale në Tetovë, është e mjaftueshme që qytetarët e Tetovës të kenë ujë 24 orë pa ndërprerje. Në rast të zvoglimit të sasisë së ujit në burime, rrjetit kryesor do i shtohen 200 litra ujë në sekond nga filter stacioni. Megjithatë, nga ndërmarrja publike komunale Sharri, bëjnë të ditur se vendosja e ujëmatësve do të ishte zgjidhje që të mos ketë keqpërdorime të ujit. Deri më tani, ujëmatës janë vendosur nëpër kompani të mëdha dhe autolarje, kurse për anviserit ende nuk ka zgjidhje se si do të veprohet. Kemi një gjendje shumë të mirë momentale, pasi kemi 450 litra në sekond, kemi dhe filter stacionit të cilën kemi të ndalur, edhe ajo mund të furnizojë 200 litra në sekond, por nuk ka nevojë qyteti për momentin për ato. Po keqpërdorimet e shumta e bëjnë që të mos ketë ujë të barabartë për të gjithë qytetarët, ashtu siç e kena cekur, instalimi i ujëmatësve do të ishte një zgjedhje ideale për të gjithë qytetarët. Është një proces instalimi i ujëmatësve të cilët e kena nisur para një viti, firmat e mëdha dhe autolarjet i kena sistemuar me ujëmatës. Ujitja e oborreve të shtëpive nga uji i çezmave është një dukuri e zakonshme në Tetovë. Kjo pastaj shkakton probleme me furnizimin me ujë për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë. Inspektorët kanë dalur në terren dhe kanë dërguar vërejtje deri tek qytetarët që janë kapur duke keq përdorur ujin për pije. Keqpërdorimi më i madh është në disa lagje, si për shembull lagjen Drenovec, Dereboj, aty ku sidomos sot kena dalur në terren ku kena hasur keqpërdorime, bëjnë ujitje të fushave apo bafshëve të cilat i kanë brenda në shtëpi, është një keqpërdorim tepër i madh dhe kena dërguar vërejtje të gjithë të qytetarët se të bëjnë keqpërdorime të tilla. Zeqiri është shprehur se nuk do të ketë nevojë për restriksione të ujit gjatë periudhës së verës. Nuk pritet të ketë mungesë të ujit, pasi mendoj se do të kemi një gjendje stabile me ujin në qytet. Kemi çdo ditë defekte, jo restriksione nuk do të ketë, defekte kemi çdo ditë në qytet, po ato arrim në një afat shumë të shkurtër të sanojmë brenda ditës. Defekte të mëdha nuk kena pasur, edhe ato arrim që të sanojmë brenda 1-2 ditëve, por nuk pritet që të ketë restriksione. Ndryshe nga komuna e Tetovës, ditë më parë njoftuan se ndërmarrja publike për ujë dhe kanalizim Sharri ka përfunduar me sukses projektin për servisimin dhe rikonstruimin e plot të stacionit të filtrimit në fshatin Lisec, një objekt kyç për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Tetovës gjatë periudhës së dimrit.